Pra, kemi thënë se zgjedhimi i foljes jam në kohën e tashme në gjuhën angleze bëhet pra nëpër veta zgjedhohet në këtë mënyrë. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Pa kjo është forma e plotë. Tash e kemi formën e shkurtë. Në vend të I am bëhet vendoset apostrofi lart dhe bëhet I'm. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. You are, your. They are, their. Pra, kjo ishte forma e shkurt, ndërsa kjo forma e plotë. Pra, kjo ishte në pohore, tash e kemi mohoren, pra negativ. Dhe negativi e shohim se si bëhet. I am not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Pra unë nuk jam, ai nuk është, ajo nuk është, ai ose ajo nuk është, ne nuk jemi, ju nuk jemi, ata ose ato nuk janë. E forma e shkurt e kësaj bëhet kështu. Pa me apostrof lart, I'm not. He's not. Ose he isn't. Pra të dyja format janë të pranueshme dhe të përdorshme. He's not. Ose she isn't. It's not. Ose it isn't. We're not. Ose we aren't. You're not. Ose you aren't. They're not. Ose they aren't. Pra, si këtu, ashtë si në këtë formën e plotë, ashtu edhe në formën e shkurt, kuptimi mbetet i njëjtë, pra nuk dallon vetëm se dallon në të shkruar dhe në të shqiptuar. Tani do ta marrim shembujt më lart, të shohim edhe në shembuj se si bëhen. Pra e kemi Lizën këto, të flasim për Liza. Liza thot pra, my name is Liza. Emri im është Liza. Pra, këtu është përdorur forma e plotë. Këtu nuk është përdorur, nuk është e mundur forma e shkurtë. Sepse nuk është për emri vetor, si për këtu, prandaj nuk mund të vendoset my name, pastaj apostrofi dhe s, për shkak se do e ndron kuptimin. Sepse emri im është Liza, po ta kishte formën e shkurt, nuk do të shkonte këtu, sepse do të ndronte kuptimin. Pastaj e kemi I'm American. Unë jam amerikane. I'm from Chicago. Unë jam nga Chicago, që të dyja janë format e shkurta dhe këtu përshtatet shumë mirë domethënë. Mundemi kuptohet se mundemi të themi edhe I am American, po edhe I'm American. Domethënë që të dyja janë të mundura. I'm a student. Edhe këtu kemi formën e shkurtë, pra edhe formën e shkurtë edhe të plotën mund ta përdorim. Ndërsa në këtu, my father is a doctor and my mother is a journalist. Pra, në këtë fjali, që thot babai im është mjek dhe nëna ime është gazetare, nuk mund ta përdorim formën e shkurtë. Sepse si ta përdornim, nëse do ta përdornim, atëherë është
dashur të shkruajmë me një apostrof te father dhe ta vendosim sën, pastaj do ta ndronte kuptimin, do të bëj si diçka e babait. Por këto do t'i sqarojmë në një si më të veçantë. Vetëm vjeni rregullën e përgjithshëm se këtu domethënë nuk shkon my father's a doctor, se do t'jetë e pa kuptim domethënë. Ndërsa nëse thua my father's name is, mandej është diçka tjetër domethënë. Ajo me apostrof s merr diçka krejt tjetër kuptim. Pra këtu nuk shkon. I'm not married. Këtu shkon domethënë, unë nuk jam e martuar. I'm 22, edhe këtu shkon. My favorite color is blue. Ngjyra ime e preferuar është e kaltërta. Domethënë këtu e kemi formën e plotë. Nuk shkon e shkurta. My favorite sports are football and swimming. Edhe këtu e kemi formën e plotë, pra nuk shkon forma e shkurtë, vetëm e plota. I'm interested in art. Këtu e kemi formën e shkurtë, pra bën edhe e shkurta edhe forma e gjatë ose e plotë. Këtu my favorite sports are football and swimming. Do të thënë si e përkthejmë sportet e mia preferuara janë futbolli dhe noti. I'm interested in art. Unë jam interesuar për artin ose më pëlqen arti. Pastaj shkojmë te shembujt më poshtë. Edhe këtu pra e kemi si kurse më lart. I'm cold. Can you close the window, please? Pra këtu e kemi formën e shkurt. I'm 32 years old. My sister is 29. Pra këtu e kemi formën e shkurt, ndërsa këtu vetëm të plotën. Këtu nuk shkon e shkurta. Steve is ill. Pra këtu e kemi formën e plot. He's in bed. Këtu shkon. Domethënë e shkurta. Domethënë e kemi I'm 32 years old. Unë jam 32 vjeçare. My sister is 29. Motra ime është 29 vjeçare. Steve is ill. Steve është i sëmur. He's in bed. Ai është në shtrat. My brother is afraid of dogs. Vëllau im friksohet nga qenjtë. Kjo është forma e plotë dhe nuk shkon këtu e shkurta, domethënë. It's 10 o'clock, është ora 10. Këtu e kemi formën e shkurtë. You are late again. Edhe këtu po ashtu forma e shkurtë. Anne and I are good friends. Anne dhe unë jemi shok të mirë. Pra edhe këtu kemi formën e plotë. Nuk shkon forma e shkurtë. Sepse edhe pse këtu kemi një emër dhe një përemër, pra nuk mundet forma e shkurtë. Your keys are on the table. Qelësat tu janë mbi tavolinë, pra edhe këtu e kemi formën e plotë dhe nuk bën forma e shkurtë. I'm tired, but I'm not hungry. Unë jam i lodhur, por nuk jam i uritur. Në të dyja rastet kemi formën e shkurtë, pra që këtu është e mundshme. Edhe e shkurta edhe e gjata. Tom isn't interested in politics. He's interested in music. Edhe këtu I kemi dy format shkurta. Tomi nuk është interesuar në politik, ai është interesuar në muzikë ose për muzikën. Pra, këtu edhe pse nuk është një përemër vetor, por është një emër, formën e shkurtë mund ta bëjmë, edhe formën e shkurtë, edhe formën e gjatë në këtë rast. Po, kishte qenë Tom is interested in politics,
atëherë është dashur ta shkruajmë is, jo formën e shkurt me apostrof, se pastaj do ta kishte ndruar kuptimin. Por në negativ apo në mohore bën të shkruhet, domethënë edhe forma e shkurt edhe forma e gjatë në këtë rast. Gjithashtu edhe në rastin si më poshtë, Jane isn't a teacher. Jane nuk është mësuese. She's a student. Ajo është studente. Pra, Jane nuk është, pra mund ta shkruajmë isn't ose is not a teacher. Pra edhe formën e plotë edhe formën e shkurt në negativ, pra në mohore. Po, të kishte qenë pohore, domethënë do ta kishim shkruar vetëm Jane is a teacher. She's a student, pra këtu shkon edhe forma e plotë edhe e shkurta. Those people aren't English. Ata njerëz nuk janë anglez. Pra këtu kemi negativ. Në negativ zakonisht mundemi të përdorim edhe të shkurtën edhe të gjatën. They are, ose në fakt nuk është they are, i kemi këtu me formën e shkurt, they are Australian. Pra ata janë australian. Por edhe mund të themi they are Australian. Dhe të dy format janë të mundshme. It's sunny today. Kjo është forma shkurt. Mundemi të themi edhe it is sunny today. Pra është kohë me diell. But it isn't warm. Por nuk është nxehtë. Këtu e kemi, domethënë, formën e shkurt, po mund të përdoret edhe forma e plotë. Si do të ishte forma e plotë? But it is not warm. Që është e njëjtë, domethënë ka kuptimin e njëjtë. Pastaj kemi edhe në disa shembuj më poshtë, si këto. Pra janë that is, që nëse e merr formën e shkurt, pra kjo është forma e plotë, nëse e merr formën e shkurt, bëhet that's. Mandej there is, there's, here is, here's. Pra, kemi shembullin thank you, that's very kind of you. That's very kind of you, pra që ka kuptimin. Faleminderit. Shumë mirë, domethënë nga ana jote, kështu përkthehet në përshtatje. Look, there is Chris. Shiko, atje është Krisi. Ose ja ku është Krisi. Here's your key. Thank you. Ja ku e keni qelsin, faleminderit. Pra, këtu ishin, domethënë edhe këtu folja jam bëhet në formë të shkurt. Dhe mund të përdoret edhe në të shkurtën.